Të dashur qytetarë dhe qytetarë, ky debat zhvillohet për një nga çështjet më themelore të historisë së lirisë shqiptarëve, zhvillohet për funeralin e votës së lirë që partia në pushtet e ngërthyr nga të gjitha anët, nga interesa kriminale, banda kriminale, i rezervoj procesit më themelor votës së shqiptarëve. Zgjedhjet e vitit e 11 maj 2025 ishi një proces funde krye, fars tipike e narkodiktaturave. Ishte një proces në cilin u dhunue ligji i vendit dhe ligji ndërkombëtar zgjedhor në të gjithë periudhën para zgjedhore 4.530 herë. Ishte një proces në cilin me paratë e takspaguesve shqiptarë për të ndikuar dhe mashtruar manipuluar votët e tyre, narkoregjimi organizoi 4.553 aktivitete, nga të cilat ditën e zgjedhjeve Giro d'Italia me 7 milion euro. Ishte një proces në të cilin pasardhësi direkt i xhelatit të diktaturës komuniste Kristaq Rama, njeriu që firmosi varjen litar të disidentit Havzinela, pasardhësi direkt i xhelatit tjetër Spiro Koleka, që kërkoi futjen e tankeve studentëve, arrestoi në vitin elektoral liderët e partive kryesore opozitare apo i vuri ata në ndjekje penale. Ishte një proces në të cilin shteti elektoral përdori të gjithë potencialet, burimet e tij njerëzore, burimet financiare, burimet logjistike, burimet dhe vendimarrjen në mënyrë që të blej votën e shqiptarëve, të kontrolloj vullnetin e tyre. Ishte një proces si kur ndonjëherë më parë fallangat kriminale të patronazhistëve dhe aktivistëve të partisë së krimit që paguhen nga qytetarë shqiptarë për shërbime, punojës të administratës, zyrtar, drejtor, hajdut, makut, që tani janë dhe këtu, përdoren të gjithë fuqinë e pushtetit, të gjitha mjetët e pushtetit, për të kontrolluar vullnetin politik të qytetarëve shqiptarë. Ishte një proces në të cilin fuqia ekzekutive e shtetit u përdor në 10.000 raste për punësime, leje ndërtimi, leje legalizimi, certifikata pronësie. Ishte një proces në të cilin duke shkelmuar të gjitha parimet për zgjedhjet e drejta
u falen 2 ditë para zgjedhjeve 2 miliard euro gjoba dhe kamata. Ishte një proces në cilin u dhuruan për vot 760.000 pensionistëve 100 euro secilit. Ishte një proces në të cilin u shpërndan licenca për mbjellje kanabis 28.000 hektar kundër 200 hektarëve që parashikon të ligji. Ishte një proces në të cilin troplinët, çelët, bajrët, bandat me radhë në rrethe, me anxharët e krimit dhe paret e krimit, sollën në parlament 28 deputet. Po, pra, ishte një proces të cilin kanë ikë ata, se e dinin që dojnë nxirja me emër. Nuk janë këtu se e dija që e dojnë nxirja, mos shifni njëri tjetrin, jo, se i keni nxjerrë jashtë ata, ka ikën ata. Sot kisha listën këtu për ta, ti lesnoja të gjithë. Pra, ishte një proces që dëshmon të qartë se ju qëndroni në pushtet mbi krimin monstruoz elektoral. Ishte një proces në cilin Altin Troplini, Poja i Skapit, në mbi 100 sa padi, amnistoj në total të gjitha. Ishte pra një proces në cilin ju nxurët fytyrën e vërtet të armiqve të egër, të votës së lirë dhe të vullnetit shqiptarëve. Ishte një proces në cilin ju përdor banditizmin dhe ai që tani fshihet pas lubis, mshirët lubis, po, atje do shkoj. Dëgjoj mua, atje do shkoj. Është pjesë tjetër e fjalësime ajo që do them po. Ai atje do shkoj. Ai thirrin zyrë dhe kërcënoi në mënyrë më banditeske kryevëzhguesin e zgjedhjeve. Në mënyrë që ta të ndryshonte raportin. Ishte një proces në cilin ai që fshihet pas lubis bëri përpjekjet më të jashtëzakonshme për të ndryshuar raportin. Ishte një proces ku vëzhguesit u kërcënuan për heqje të akreditimit. Po ishte një proces, thash edhe një herë, në cilin ju, megjithse bët gjithçka për ta maskuar, mor damkën përfundimtare si armiq të egër të votës së lirë. Por qytetar shqiptar, unë kam këtu një fjalim të gjatë, por do t'u rikujtoj, do t'i informoj shqiptarët vetëm për 3 konkluzione. I deleguari që kryesoi, ose deputeti që kryesoi grupin e Këshillit të Evropës që vëzhgoi zgjedhjet, shkruan në raport, në rekomandimet të raportit, në Shqipëri duhet të ndahet partia nga shteti. Kaq. Pra zgjedhje nuk kishte. Aty ku ka parti shtet nuk ka zgjedhje, ka fars. 2. Përfaqësuesi i shquar i eurodeputetëve të Partisë Popullore do të deklaronte
Të përfundoj fjalën. Në asamblen politike. 5 minuta nga zoti Strazimir. Po, shtoj ato 5 minuta. Jo, vetëm 5, nuk du më shumë. Shtoj 5, nuk ka nevojë më shumë. Do të deklaronte në asamblen politike të Partisë Popullore se në Shqipëri, krimi dhe kartelet nuk lejojnë rotacion në pushtetit. Nuk lejojnë. Ishte një proces në të cilin dështojnë çdo përpjekje për të cenuar raportin dhe morët në ndërshkimin më të madh ndërkombëtar. Me këtë proces dhe këtë raport, unë gjej rastin të shpreh mirënjohje pa kufishme atyre 300 vëzhguesve nga dhjetra vende të cilët firmosen 3 raportet. TOSEB-Odirit, Këshillit e Europës, Parlamenti Evropian, të cilat janë nekrologjia e farsës elektorale në Shqipëri. Por, gjithashtu, ky raport dhe këto zgjedhje, në njërin anë dëshmojnë se çfarë jeni në gjendjet ju për të mbrojtur krimet tuaja të bëni. Damian, e ke vetë parasysh. Tani ti qesh se e shef vetën më pak me Katar duke krahasuar me lubistët. Jo, se lubist nuk ke qenë, ti s'mund të thëmë që ke qenë lubist, po tjera ti keti. Lubist kanë qenë ka tjerë, ti s'ke qenë. Të them atë që është. U harrove, se kur i humen mamas 8 milion euro dhe shbrave vetën ti, po mos më thujti mu, le tani mos hap ato kapitull se s'kan lidhje me zgjedhjet. Pra, eksakt kjo që them. Por, tani do thoni ju, tani u themu është rradha jonë. Edhe ta dini mirë që rradha jonë. Dhe në mënyrë absolute për ne ju s'keni asnjë legjitimitet. Dhe kam binin më të madhe se Partia Demokratike dhe opozita shqiptare do t'u rezervoj ju atë që u rezervohet narkoregjimeve dhe narkodiktaturave. Sa më shpejt është në ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar e drejtë e tyre për të përmbysur Edi Ramën dhe jo nga lubia, por nga opozita. Ti që shkove t'i shpitar aty në debatin shtatorsh. E di si i tha po jo ati. Më shif pak në sy, më shif i thoshte lubia, si kur t'ishte, më shif pak këtu, u luzi. Absolutisht po. Jo, nga mora vesh. Po muret kanë sy, kanë vesh, nuk e diti ruj, kujdes. Kujdes. Se është vetëm fillimi të tregimeve të mia. Ju garantoj. Ku është këtë tiro vegu? Ja, a e dini ju që në 2 shtetet NATO-s nuk shkel ministri juaj? Që gërjej ky shkronte drejtori i arkivit se Piero Vengu është, kur akuzova për dezertor, është çam, ortodoks çam. Ajo është zagoriot edhe nuk duhet gënjesh.
Jo, për një minut. Jo, Erzagoriot ka marrë shtetësi greke dhe duhet i përgjigjet shtetësisë. Jo tik. Po që se merr shtetësinë do... Do vazhdoni 2 minuta nga zoti Bylukbashi? Zoti Berisha. Pesë kërkoj, pra. 2 minuta nga zoti Bylukbashi. Si përfundim, u bëj thirrje shqiptarëve të marrin në dorë çështjen e votës tyre. Ju garantoj se do bëjmë çdo gjë për të përmbysur këtë regjim, rikthyer votë e lirë shqiptarëve, se ju kur nuk fitoni zgjedhjet, në qoftë se nuk organizonit 4.533 ngjarje, aktivitete, se ju kur nuk fitoni zgjedhjet, në qoftë se nuk do të falnit 2 miliard gjoba dhe kamata, se ju kur nuk fitoni do të zgjedhje, në qoftë se nuk do t'jipnit 760.000 pensionistëve 100 euro për vot, se ju kur nuk fitoni do të zgjedhje, në qoftë se nuk do të angazhoni kartelet e drogës të pojave e shtërpojave, se ju kur nuk do të fitoni do të zgjedhjet. Kur nuk do të fitoni do të zgjedhjet, po fitoria do ishte e Partisë Demokratike, në qoftë se nuk do shtronit administratën në falangat krimit elektoral, në qoftë se nuk do të shtronit shtetin në shtet elektoral. Jeni të humurit e mdhej, dhe ne do të nxjerrim nga pushteti me çdo mënyrë. Partia Demokratike do rikthej votë e lirë.